Sa janë dëmshme, doktor Besnik, qajrat laksativ që po i përdorin, që janë bërë trend, që është shqetësuese sepse fakti kur dalin edhe thonë 5 kg për 3 ditë. Dhe më thonë komplet lëngjet e trupit i kanë hu për 3 ditë. Nuk është në rregull. Do thotë ne nuk mund të humbim peshë, është jo shëndetshme që të humbim peshë mrena jave më shumë se 1,5 deri 2 kg. Do thotë nëse ne me laksativ mendojmë me humb peshë, ajo vetëm lëngjet. Ajo është një mashtrim që ja bëjmë vetvetes. Domethënë je kundër. Unë jam kundër. Këtyre abuzimeve. Për mendimin tim kjo është abuzim. Sepse edhe po bëhet marketing i madh në këtë pjesë, doktor Besnik, sepse njerëz krejt na dojmë shpejt e dyshysh pa u lodh shumë me u dobësue me hub kilogram. Do të kishte më qenë mirë, por është e pamundur. Unë mendoj që këto duhet të përshkruhen nga mjeku. Nëse mjeku përshkruan por jo, nuk ka me laksativ, nuk humb peshë. Me laksativ është një mashtrim që bëhet ja po vetvetes secili edhe humb disa elektrolit dhe minerale. Nuk janë as kilogram. Nuk janë kilogram të vërtetë. Shumë mirë këta që e theksove.